Situata e krijuar nga rreshtet e dendurat të ditëve të fundit në qarkun e Gjirokastrës po vjen drejt përmirësimit, ndërsa strukturat përgjegjëse vjojnë punën në terren për evidentimin e dëmeve dhe rikthimin e normalitetit. Nga verifikimet e kryera janë evidentuar problematika kryesisht në infrastrukturën rrugore. Ditën e sotme situata po vjen drejt përmirësimit, me disa problematika të vogla në bashkinë Libohov dhe me Maliaj, ku është pritur studimi gjeologjik. Ditën e sotme kanë mbritur grupet e inxhenierëve nga Ministria e Mbrojtjes dhe po veprojnë në njësinë administrative Zagori. Shpresojmë që puna e tyre dhe në bashkëpunim me Bashkinë Libohov të sistemohen fshatrat Kock, Oshtev, Zhej, të hapen rrugët dhe të vjetë ndihmë banorëve të cilët kanë pas probleme me banesat e tyre. Në disa zona të qarkut janë evidentuar edhe dëmtime pranë banesave si pasojë e rrëshqitjeve të dherave dhe prurjeve të ujit. Në bashkinë Gjirokastrë janë evidentuar 5 banesa të cilat kanë probleme. Në bashkinë Libohov janë 5 banesa, në bashkinë Memaliaj janë 4 banesa, në bashkinë Përmet kemi pasur 4 banesa në lagjen Sede të cilat nuk kanë pas probleme të dëmtimeve strukturore, por kishin vetëm futje të inerteve dhe baltës nga rrëshqitjet e dherave. Jeta po kthehet normalitetet në këto 4 banesa. Në bashkinë Tepelen kemi pas një banesë e cila është sistemuar ditën e dieshme, është vepruar nga bashkia për largimin e ujrave. Situata po vjon të monitorohet në mënyrë të vazhdueshme, ndërsa institucionet përgjegjëse mbeten në gatishmëri për rehabilitimin e problematikave.